këtë realitet, pavarësisht se ndihen të fyer, të frustruar, në shumë raste me frikë se mund të ikin nga vendet e punës, ose ajo që është më e palejueshme, që po ndjejnë në fillimin e erës së një diktature të re në Shqipëri. Prandaj, faktet janë plotësisht të qarta, vetë rezoluta është bazuar në kriterin e Kopenhagenit, atje që është thelesa dhe kushtetuta e Bashkimit Evropian, e gjithë vlerave dhe principeve të shoqërisë demokratike perëndimore, për të cilat asnjëri nuk mund të bëjë kompromis. Pavarësisht se disa mund ta shikojnë situatën në Shqipëri jashtë orbitës së interesave kryesore perëndimore, por këto janë disa vlera të cilat nuk mund ta anashkalohen për arsye sepse dëmtojnë vetë themelin e krijimit të Bashkimit Evropian, kësaj organizate tepër të fuqishme europiane. Prandaj them, duke u përgjigjur pyetjes tuaj që ky është vetëm fillimi. Kjo është gjua që gjithë organizatat e tjera, jo vetëm Partia Demokratike, po unë ju bëj thirrje edhe gjithë partive të tjera të cilat pretendojnë që janë në opozitë me këtë regjim diktatorial të Ramës, siç kanë pretenduar në zgjedhje dhe siç kanë ofruar marrjen e votave të këtij populli, që duhet të ngrihen jo vetëm për të demaskuar këtë farsë elektorale, por duhet ngrihen të demonstrojnë që nuk i pranojnë këto zgjedhje, këtë farsë zgjedhore, e cila është në themel të ngritjes së një pushteti të korruptuar, ku asnjë nga këto parti nuk do që të bëjë pjesë. Edhe së fundi dua të them që kjo duhet jetë edhe një betejë shumë e madhe, sidomos në atë propagandë që evidenton atë prioritet që ka regjimi Ramës. Po të shikosh, Rama, përveç diktaturës që ka bërë brenda, krijimit të një kapjes së shtetit, kapjes së institucioneve, duke filluar që nga institucionet më të parëndësishme deri në gjykatën kushtetuese, në të gjitha institucionet kryesore, ban pushtetin nëpërmjet një propagande të shfrenuar, por dhe një vizioni të ngritur tashmë prej disa viteve, dhe një fasade që tregon një Shqipëri e cila është e suksesshme, një Shqipëri që ka ndryshuar shumë, një Shqipëri që ka një vizion për t'u bashkuar bashkësisë ndërkombëtare me teknologjinë e re, me bërjen e një Shqipërisë një vend të lullëzuar të turizmit, për të treguar që nuk kam se të miren me Shqipërinë, Shqipëria nuk është në krizë dhe kështu me radhë. Prandaj kjo propagandë, kur në fakt është e kundërta që ndodh në Shqipëri, janë larguar më shumë se 1 milion veta, të cilët kanë trokitur në dyert e Bashkimit Evropian, në fillim duke kërkuar azil politik, tani duke ikur të pakënaqur, pa shpresë ndaj një shoqërie gjithmonë më tepër që po degeneron drejt një diktature. Prandaj unë mendoj që kjo do të jetë edhe thelbi i luftës që duhet bëjnë të gjitha shoqëria civile, partitë politike, nëpërmjet pjesëmarrjes aktive në rrjetet sidomos sociale, duke marrë pjesë në komente ndaj gjithë liderëve të cilët o bëjnë komente për Shqipërinë ose flasin për Shqipërinë, flasin për problemet e demokracisë dhe të gjitha komentet duhet të jenë për të dhënë në shembullin e Shqipërisë. Sa më shumë komente, sa më shumë ndërhyrje në rrjetet sociale për të bërë të mundur që të arrihet ajo pikë e kthimit të vëmendjes ndaj vendit tonë, sepse këtu kemi një proces tepër të papranueshëm, një farsë zgjedhore dhe kjo kërkon që të ndërhyet. Ambasador, cilat ishin